Në afërsi të Bielit në Zvicër u mbajt me sukses edicioni i 6 i takimit automobilistik i organizuar nga të rinjët kërçovar. Ngjarja mblodhi qindra adhurues të automobilizmit nga e gjithë Zvicra dhe vendet fqinje, duke shndruar edhe një herë këtë takim në një festë të pasionit për makinat. Që nga organizimi i parë, ky aktivitet është rritur vazhdimisht dhe tashmë konsiderohet një nga takimet më të njohura automobilistike. Në këtë edicion morën pjesë klubet të njohura automobilistike. U ekspozuan supermakina dhe hipermakina të rralla, të cilat tërhoqën vëmendjen e vizitorëve. Organizatorët theksuan se qëllimi i aktivitetit është krijimi një hapësire ku entuziastët e automobilizmit mund të takohen, të shkëmbejnë përvoja dhe të promovojnë frymën e miqësisë dhe bashkëpunimit. Televizioni Uskana e ndoqi nga afër këtë ngjarje dhe solli pamje ekskluzive nga atmosfera e krijuar, duke pasqyruar suksesin e një iniciative që prej 6 vitesh mbahet fal për kushtimit të rinjve nga Kërçova. E kemi një nga organizatorët, kjo është Kërçovar, një nga Kërçova është prej fshatit Greshnic, organizojnë një event bashkë me 3 shokë shqiptar. Tash është gati e 6 vjet me radhë, me kjerre të vjetra, me kjerre të shtrenjta. Këta janë organizatorët të dy. Këtu e kemi Mendin, do të na fol diçka për televizionin Uskana. Përshëndetje kretëve, faleminderit për mirëseardhjen juaj. Që shifni në atë rritë në Zvicër ka njëherë organizojmë kësi sene, s'kena kohë me dalë shpesh, sikur ma pari me kjerë me këto sene, dhe kena specifiku një ditë të veçantë, këtë shoqënia, këtë familjarët, këtë shokët vinë këtu, disa zvicraj, disa është një ditë e organizuar për me shpërnda pak pasionin, edhe me kry me put pak atë jetën virtuale, jetën pak sociale, dhe me koncentru pak me këshyr pak life kjerët. Qishtu? Dhe me thënë, kjo është hera e 6. Hera e 6. Ka të interesu? Po, kena klube zvicrane, prestigjioze, kena shumë kjerë, shumë klube, shumë supercar, hipercar, kjerë rralla, kjerë që kështojnë 10 milion, 20 milion, kena pas gjithë shka. Ju jeni organizator kryesor për çdo vjet. Për çdo vjet, po. 3 shokë shqiptarë. Hamiti, Mendin e Shuki. Hamko Performance. Salut. Ju prezentoni, ju lutemi. Përshëndetje, jam pak në stres që policia... Emnin vetëm. Amet Alilaj, për Bashkë organizator. Bashkë organizator. Suksese.